Horoskopi ditor e enjte 18 shtator 2025. Dashi, partneri do ju mbështesë në gjithçka gjatë kësaj dite dhe do ju jap këshilla të vyra. Marrëdhënia me të do jetë dhe më e mirë se sa ju vetë kishit menduar. Beqarët duhet të zgjidhin një herë konfliktet që kanë me disa persona, para se të mendojnë për një histori dashurie. Me parat nuk do i keni as pak mirë punët. Po shpenzuat pa mas, gjërat mund të marrin të tatë pjetën. Demi, ka rrezik një krizë të trondit jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do kërkoni në çdo moment të dalë juaja dhe kjo mund të sjellë debate të njëpasnjëshme. Beqarëve do ju ndryshojnë me një herë jeta, pas një takimi impresionues që do kryejnë. Në planin financiar, mos bëni sakrifica për ta përmirësuar situatën, por mundohuni me sa të mundeni të ruani ekuilibrin. Binjakët, gjatë kësaj dite pritet të ndodhin ngjarje të mëdha në jetën tuaj në çift. Do ndiheni aq mirë sa që her pas here do ju duket vetja sikur jeni në një ëndër. Shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët duhet të presin edhe disa ditë nëse duan të gjejnë personin që ju përshtatet më shumë. Gjendja financiare do jetë aq e mirë sa që do arrini të shpenzoni dhe të hiqni edhe disa para më njanë. Gaforja, klima ujore do jetë mjaft e përshtatshme gjatë kësaj dite për të dashuruarit, kështu që mund të merrni edhe ndonjë vendim me rëndësi. Do i mendoni shumë mirë gjërat para se të hidhni çdo hap. Beqarët do njihen me një person mjaft serioz, i cili do i manisë me shikim të parë. Financat do kenë ndërlikime të vogla, por me pak mundim do mund ta ruani të stabilizuar gjendjen. Luani, sot ju që jeni në një lidhje do kaloni një etapë goxha delikate, por që nëse ja dilni, gjërat do ecin edhe më mirë. Mendoni para se të hidhni çdo lloj hapi. Beqarët do kenë pafund mundësi për takime dhe aventura afërshkurtra, asgjë më shumë se sa aq. Për të përmirësuar të ardhurat nuk duhet në asnjë mënyrë t'ju besoni lojrave të fatit, sepse mund të humni më tepër. Vigjoresha, ditë goxha pasionante kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do jeni gati të bëni gjithçka vetëm që marrëdhënia në çift të jetë sa më e ngrohtë dhe harmonia të mbizotërojë. Beqarëve nuk do ju pëlqejnë personat që do mundohen të joshin, prandaj do preferojnë më mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm. Të ardhurat do kenë një përmirësim të vogël. Peshorja, pritet që dita e sotme të jetë me shumë fat për të dashuruarit, secili do tolerojë edhe më shumë se më parë dhe atmosfera do të bëhet më e këndshme. Beqarët nuk duhet ja besojnë verbërisht personave që do joshin, sepse mund të kenë një sjellje të mirë vetëm sa për të rënë në sy. Në planin financiar duhet të merrni masa strikte nëse nuk doni që gjendja të përkeqësohet. Akrepi, nëse jeni ndër ata që kanë vuajtur kohët e fundit nga vetmia apo marrëdhënia në çift nuk ka qenë si duhet, sot do kalojnë një ditë goxha më të mirë. Beqarët do vazhdojnë ta kërkojnë në çdo cep dashurinë, por sërish nuk do e gjejnë dot atë. Klima nuk do të jetë aq e favorshme sa duhet për financat. Reflektoni shumë herë para se të kryeni çdo lloj shpenzimi. Shigjetari, do mbroni nga gjithçka jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe nuk do lejoni në asnjë moment që persona të tretë të aprishin harmoninë dhe bashkëpunimin. Beqarët do kenë vetëm tërheqje fizike, asgjë më shumë se sa aq. Në planin financiar do jeni me shumë fat dhe do arrini shumë shpejt ta përmirësoni gjendjen. Do i shlyeni edhe borxhet që keni pasur. Mbretësjapi, në jetën tuaj në çift çdo gjë do ecë për mrekulli, madje në disa momente do përjetoni ndjesi dhe emocione aq të forta sa që do ju duket sikur jeni në një ëndër. Edhe për beqarët, klima do jetë e favorshme për takime. Shfrytëzoni ditën sa të mundni. Buxheti do jetë përgjithsisht i mirë, por për shkak të faturave të shumta që keni për të paguar, nuk do mund të hiqni para më njanë. Ujori, bëni atë që do ju thotë zemra sot, nëse doni të ndiheni sa më mirë. Nga ana tjetër, mos u avini as pak veshin atyre që do ju thonë njerëzit rreth rrotull. Beqarët do jenë të qartë për atë që duan dhe do e gjejnë mënyrën për të arritur qëllimit. Në planin financiar do jeni shumë të zotët dhe do ruani gjendjen gjithkohës të qëndrueshme. Nuk do keni për çfarë të qaheni. Peshqit, nuk do ju pëlqej as pak sjellja e partnerit sot, dhe për këtë arsye, shpesh do keni debate të forta me të. E mira do ishte të flisni të paktën për një herë të vetme hapur dhe të sqaroni çdo gjë. Beqarët duhet të tregohen të matur, sepse jo të gjithë personat mund të jenë ashtu si duken. Në planin financiar duhet të bëni kujdes. Nuk e keni ende luksin për të bler çdo gjë që ju pëlqen.